Në fundjavën e 3 të janarit, qyteti i Vlorës ka shënuar fluks të lartë vizitorësh dhe pushuesish, të cilët kanë zgjedhur këtë periudhë të ftohtë dimri për të shijuar bukuritë natyrore të qytetit bregdetar. Megjithse dimri është në kulmin e tij, Bregdeti i Vlorës ofron pamje dhe një klim të lehtë dhe tërheq turistët. Vizitorët dhe qytetarët e vet Vlorës janë të shumtë. Shëtitjet dhe ecjet përgjatë plazhit të Vlorës janë kthyer në një traditë të këndshme për ata që duan të shijojnë ajrin e pastër. Në këtë fundjavë, edhe pse jemi në dimër, plazhi ka një joshje të veçantë. Disa vizitorë kanë zgjedhur të bëjnë shëtitje në breg, ndërsa të tjerë kanë qenë spektatorë që ndjekin valët që thyen në breg. Trafiku ka qenë gjithashtu i dëndur gjatë kësaj periudhe. Duket se qyteti i Vlorës është i mbushur me makina që shoqërojnë vizitorët drejt zonave më të bukura të qytetit dhe Bregdetit. Qarkullimi ka qenë intensiv, veçanërisht në rrugët kryesore që të çojnë në plazhe. Kjo ka krijuar një atmosferë të gjallë dhe të ngarkuar, por edhe një mundësi për të parë më shumë lëvizje dhe aktivitet në një qytet që zakonisht është më i qetë gjatë muajve të dimrit. Për ata që udhëtojnë nëpër qytet, është e dukshme që Vlora ka një atmosferë të veçantë dhe gjatë fundjavave dimërore. Trafiku ka një ritëm të vetin, por është gjithsesi një mundësi e shkëlqyer për të bërë pjesë e jetës së qytetit. Gjithashtu, për shumë qytetarë dhe pushues, fundjava e 3 e janarit ka qenë një mundësi e shkëlqyer për të eksploruar qytetin dhe për të shijuar disa nga atraksionet natyrore dhe historike që Vlora ofron. Edhe pse është një periudhë dimri dhe koha mund të jetë më e ftohtë, Vlora ka arritur të mbledhë një numër të konsiderueshëm vizitorësh dhe ka ofruar mundësi për aktivitete të ndryshme, si shëtitje dhe ecje në natyrë. Në këtë mënyrë, qyteti vazhdon të jetë një destinacion që tërheq dhe frymëzon të gjithë ata që e vizitojnë, qoftë për t'u relaksuar, për t'u argëtuar, apo dhe për të shijuar natyrën dhe historinë që ky qytet ka.